Dje Partia Demokratike i kërkoi Ministres së Mbrojtjes të jepte shpjegime në lidhje me vënien e bazave të forcave tona të armatosura në dispozicion të trafikut të drogës. Të dhënat e raportuara flasin për këtë fakt tronditës që është kapitullimi i shtetit dhe imazhi më i keq për një vend antar në NATO, siç është tashmë Shqipëria. Ministri Akodheli ka zgjedhur të heshtë, por kjo nuk e largon atë nga përgjegjësia që ka për të dhënë shpjegime për pyetjet. A është ajo në dieni të shqetësimit për përdorimin e mundshëm të infrastrukturës së forcave të armatosura në trafikun e drogës? A ka informacion ajo se si ka ndodhur që forcat tona të armatosura, pjesë e NATO-s, janë vënë në shërbim të trafikut të drogës? Cilat janë masat që ajo ka marrë përballë këtyre fakteve tronditëse dhe skandaloze? Heshtja e ministres nuk është as pak në shërbim të interesit publik, në shërbim të forcave të armatosura dhe në shërbim të shtetit shqiptar.